Aqanti... Ua! O zoti ma... Kur është ere fundit që ke qarë u zhvesh? Digjet ajo, po digjuni dhe ju nga shtëpia pra. Më bëre të qaj, realisht. Ishte qëllimi im që në fund. Shiko, unë vërtet s'kam qarë sot, po me gjitha ato gjëra që më ke thënë, ma ke ullë vetë besimin në tillë pikë që kur të ikësh do qaj. Mirë. Po kur është ere fundit që ke qarë në jetë? Në jetë? Në jetën tënde? Dje ke qarë? Seriozisht e ke parë një film? Ndoshta jo dje, po brenda kësaj javës. Ja tani jam duke qarë. Jo, tani duke qarë, e shoh, po je natyrë që e ke të vështirë të qash? Jo, nuk e kam të vështirë të qaj, edhe më pëlqen shumë që i shpreh emocionet e mia, por jo në publik. I ruan, a? Po, i ruaj. Në sensin që jam e shkollës mendimin që çdo emocion kur vjen duhet përjetuar, ashtu siç të vjen, por jo çdo kush mund të shohë në situata. E vlerësoj shumë që ti ruan artikulimin shumë të mirë edhe në momentin që je duke vdek ka djegje. Ky quhet profesionalizëm në fakt. Jo, edhe ta dish, në ekran nuk kam qarë asnjëherë, ta dish edhe këtë. Po më djegje. Nuk është se ka ndodhur kështu që të merr një ambulancë ndonjëherë. Jo, fatkeqësisht nuk na ka ndodhur akoma. Se do ishte shumë mirë. Ishte dinamit. Do ishte shumë mirë për... Dinamiti ishte vërtet. Atë thonë të gjithë kur vinë këtu. Ashtu thonë? Ashtu thonë që dinamiti është dinamit.